Spaku ka mundur që të dërgojë disa persona që akuzohen për pastrim parash, ndërkohë që ka vërejt gjithashtu dhe sjellje konstante të biznesit për të bashkëpunuar me krimin e organizuar. Dosjet që janë bërë publike, të paktën ato që kemi lexuar, rrjedhin nga burimet Sky ECC-s apo të ngjashme, pra janë prova që sillen nga partnerët. A ka mundur Spaku që të hetojë, duke pasur parasysh dhe sjelljen e këtyre grupeve kriminale, dyshimet e arsyeshme për pastrimin e parave përtej atyre që kanë ardhur nga partnerët, kryesisht të lidhura me burimet këtu? Ju përmendni në raport skemën e shoqërisë me pronësi nominale, që përshkruhet si një mekanizëm për fitjen e fondeve publike përmes tenderave. Dhe këtu bën të paktën dy raste publike. Kemi kryetarin e bashkisë, kryetarin e bashkisë nuk di se si mund quhet sot tashmë, dhe zëvendës kryeministren, ish zëvendës kryeministren, që lidhen me shoqëri me pronësi nominale. Ai ka identifikuar Spaku përfituesit real pas këtyre kompanive, apo hetimet ndalen tek ortakët formal? Korrupsioni dhe pastrimi i parave paraqiten si të ndërthurura, sa zyrtar të larë janë hetuar konkretisht për pastrim parash për nenin 278 dhe jo thjesht për korrupsion pasiv gjatë